Data 12 gusht, 1 Samuelit, kapitulli 2. Atëherë Ana u lut dhe tha: Zemra ime ngazëllohet në Zotin, forca ime ngrihet te Zoti. Goja ime hapet kundër armiqve të mi, sepse gëzohem nga shpëtimi yt. Nuk ka asnjë të shenjtë si Zoti, sepse nuk ka asnjë tjetër veç teje, nuk ka asnjë shkëm si Perëndia ynë. Mos vazhdoni të flisni me aq mburrje, të mos dalin fjalë arrogante nga goja juaj, sepse Zoti është Perëndia i njohjes dhe ai peshon veprimet. Dhe harqet e të fuqishmeve thyhen, ndërsa të dobtit janë pajisur me forcë. Ata që ishin të ngopur shkojnë si punëtor ditor për një copë bukë, ndërsa ata që ishin të uritur nuk vuajnë më nga uria. Madje edhe ajo që ishte shterp ka pjell 7 herë, ndërsa ajo që ka shumë fëmijë është dobësuar. Zoti të bën të vdesësh dhe të bën të jetosh, të zbret në Sheol dhe të ngjit që andej. Zoti të varfëron dhe të pasuron, ai të ul dhe ai të lartëson. Ai e ngre të mirin nga pluhuri dhe e heq të varfrin nga plehrat, në mënyrë që të ulet me princat dhe të trashëgojë një fron lavdije. Sepse shtyllat e dheut i përkasin Zotit dhe mbi to ai ka mbështetur botën. Ai ruan rrugën që bëjnë shenjtorët e tij, por të pa fe do të vdesin e errësirë, sepse njeriu nuk do të mbizotërojë me anë të forcës. Kundërshtarët e Zotit do të coptohen. Ai do të gjëmojë kundër tyre nga qielli. Zoti do të gjykojë popujt deri në skajet e tokës, do t'i jap forcë mbretit të tij dhe do ta lartojë forcën e të vajosurit të tij. Pastaj Elkanahu u kthye në shtëpinë e tij në Rama, dhe fëmia që ndroi që t'i shërbejë Zotit në prani të priftit Eli. Bijtë e Elit ishin njerëz të këqij, nuk e njihnin Zotin. Dhe ja si sillishin këta priftërinj me popullin. Kur dikush ofronte një flijim, shërbëtori i priftit vinte kur mishi zjente me një pirun me 3 maja në dorë, dhe e fuste në tenxhere, në kazan apo në kusi, dhe tërë ato që piruni i madh tërhiqte sipër prifti e mbante për vete. Kështu vepronin me tërë izraelitët që shkonin në Shiloh. Edhe para se të digjnin dhjamin, shërbëtori i priftit vinte dhe i thoshte atij që bënte flijimin: Më jep mish për ta pjekur për priftin, sepse ai nuk do të pranojë prej teje mish të pjekur, por mish të gjallë. Dhe nëse njeriu i thoshte: Më parë të moset dhjami, pastaj të marrësh sa të duash, ai përgjigjej: Jo, duhet ma japësh tani, përndryshe do ta marr me forcë. Prandaj mëkati i 2 të rinjve ishte shumë i madh përpara Zotit, sepse ata përçmonin oferta që i bëheshin Zotit. Por Samueli kryente shërbimin para Zotit megjithse ende fëmijë dhe ishte mbështjellë me një efod prej liri. Ema i përgatiste një veshje të vogël dhe ja çonte çdo vit kur ngjitej me burrin e saj për të ofruar flijimin vjetor. Atëherë Eli bekonte Elkanahun dhe bashkëshorten e tij duke thënë: Zoti të dhënë fëmijë të tjerë nga kjo grua me kërkesën që ajo i ka bërë Zotit. Pastaj ata ktheheshin në shtëpinë e tyre. Kështu Zoti vizitoi Anën dhe kjo mbeti me barë dhe lindi 3 djemë dhe 2 vajza. Ndërkaq djali Samuel po rritej pranë Zotit. Por Eli ishte shumë plak dhe dëgjoi të gjitha ato që bijtë e tij i bënin gjithë Izraelit dhe si ata binin në shtrat me gratë që kryenin shërbimin e hyrjes të çadrës së mbledhjes. Dhe u tha atyre: Pse bëni gjëra të tilla? Sepse dëgjoj nga tërë populli për veprimet tuaja të këqija. Mos bijtë e mi, sepse zëra që dëgjoj për ju nuk janë as pak të mira. Ju e shtyni popullin e Zotit të mëkatojë. Në rast se një njeri mëkaton kundër një njeriu tjetër, Perëndia i gjykon, por në rast se një njeri mëkaton kundër Zotit, kush do të ndërhyjë për të? Por ata nuk e dëgjuan zërin e atit të tyre, sepse Zoti dëshironte të vdisnin. Ndërkaq fëmia Samuel po rritej në shtat dhe në mirëdashjen e Zotit dhe të njerëzve. Një njeri i Perëndis erdhi te Eli dhe i tha: Kështu flet Zoti: A nuk u shfaqa në shtëpinë e atit tënd kur në Egjipt ata ishin skllëvër të shtëpisë së faraonit? Nuk e kam zgjedhur unë midis gjithë fisëve të Izraelit që të jetë prifti im, të ngjitet të altarim, të djeg temjanin dhe të vesh efodin para meje, dhe nuk kam qenë unë ai që i dha shtëpisë atit tënd tërë flijimet e djegura të bijve të Izraelit të bëra me zjarr? Pse pra i përçmoni flijimet dhe blatimet e mia që kam urdhëruar të bëhen në banesën time, dhe pse nderoni më tepër fëmijët tuaj se mua, duke u trashur me pjesën më të mirë të blatimeve të Izraelit, të popullit tim? Prandaj kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Unë kisha shpallur që shtëpia jote dhe shtëpia e atit tënd do të kishin ecur gjithnjë para meje, por tani Zoti thot: Qoft larg meje kjo gjë, sepse unë nderoj ata që më nderojnë, por ata që më përçmojnë do të përçmohen gjithashtu nga ana ime. Ja po vijnë ditët kur unë do të shkatërroj forcën tënde dhe forcën e shtëpisë së atit tënd, në mënyrë që të mos ketë më asnjë plak në shtëpinë tënde. Dhe ke për të parë mjerimin e banesës sime, ndonse dhe Perëndia i ka bërë aq të mirë Izraelit, nuk do të ketë kurrë më asnjë plak në shtëpinë tënde.
por ai nga të tutë që nuk kam për të hequr nga altari im, do të konsumoj sytë e tu dhe do ta mbush me trishtim zemrën tënde, dhe tërë pasardhësit e shtëpisë sate do të vdesin në lulen e rinis. Do të shërbesi shenja ajo që ka për të ndodhur bijve të tu, Hofnit dhe Finehasit, që të dy do të vdesin në të njëjtën ditë. Por unë do të zgjedh për vete një prift besnik që ka për të vepruar sipas asaj që ndjej në zemrën dhe në shpirtin tim. Unë do t'i ndërtoj një shtëpi të qëndrueshme dhe ai ka për të ecur gjithmonë para të vajosurit tim. Dhe kushdo që ka për të mbetur në shtëpinë tënde, do të vijë të përulet para tij për një monedhë argjendi dhe një cop buke dhe do të thotë: "Më prano të lutem në një nga detyrat priftërore që të mund të ha një cop bukë." Romakëve, kapitulli 2. Prandaj o njeri, cili do të jesh ti që e gjykon, je i pa justifikueshëm, sepse në këtë që gjykon tjetrin, dënon vetveten, sepse ti që gjykon bën të njëjtat gjëra. Por ne e dim se gjykimi i Perëndis është sipas së vërtetës kundër atyre që bëjnë gjëra të tilla. Dhe a mendon ti o njeri që gjykon ata që bëjnë të tilla gjëra që edhe ti bën ti arratisësh gjykimit të Perëndis? Apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zëmërgjersisë së tij, duke mos ditur që mirësia e Perëndis të prinë në pendim? Por sipas ashpërsisë sate dhe të zemrës së papenduar po mbledh për veten tënde zemërim për ditën e zemërimit dhe të zbulesës së gjyqit të drejtë të Perëndis, që do ta shpaguajë secilin sipas veprave të tij. Atyre që kërkojnë me durim në vepra të mira, lavdi, nder e pavdekësi, do t'u jap jetë të përjetshme. Por atyre që grinden e nuk i binden së vërtetës, por i binden padrejtësisë, indinjat dhe zemërim. Mundim dhe ankth mbi çdo shpirt njeriu që vepron të ligën, judeut më parë e pastaj grekut. Por lavdi, nder e paqe, cili do që vepron të mirën, judeut më parë e pastaj grekut. Sepse te Perëndia nuk ka anësi, sepse të gjithë ata që kanë mëkatuar pa ligj, do të humbasin gjithashtu pa ligj, dhe të gjithë ata që kanë mëkatuar nën ligj, do të gjykohen nëpërmjet ligjit, sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë para Perëndis, por ata që e zbatojnë ligjin do të shfaqsohen. Sepse kur kombët që s'kan ligjin nga natyra bëjnë punët e ligjit, ata megjithse s'kan ligjin, janë ligj për vetveten. Këta tregojnë veprën e ligjit të shkruar në zemrat e tyre për dëshminë që jep ndërgjegja e tyre, dhe sepse mendimet e tyre akuzojnë ose edhe mbrojnë njëri tjetrin ditën kur Perëndia do të gjykojë të fshetat e njerëzve me anë të Jezu Krishtit sipas ungjillit tim. Ja, ti quhesh jude, prehesh mbi ligjin dhe mburresh në Perëndin, një vullnetin e tij dhe dallon gjërat e rëndësishme, duke qenë i mësuar prej ligjit dhe je i bindur se je prijesi të verbërve, drita e atyre që janë në errësirë, udhëzuesi të marrëve, mësuesi të miturve, sepse ke formën e njohurisë dhe të së vërtetës në ligj. Ti pra që mëson të tjerët nuk mëson veten? Ti që predikon se nuk duhet vjedhur vjedh? Ti që thua se kurora nuk duhet shkelur shkel kurorën? Ti që ke neveri për idhujt plaçkit tembujt? Ti që mburresh me ligjin e shpërnderon Perëndin duke e shkelur ligjin? Sepse siç është shkruar, për shkakun tuaj emri i Perëndis blasfemohet ndërkombë. Sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë se ti respekton ligjin, por në qoftë se je shkelës i ligjit, rrethprerja jote bëhet pa rrethprerje. Prandaj, në qoftë se një i pa rrethprer respekton kërkesën e drejtë të ligjit, a nuk do të llogaritet pa rrethprerja e tij si rrethprerje? Dhe në qoftë se ai që prej natyrës është i pa rrethprer e plotson ligjin, a nuk do të gjykojë ai ty që me shkronjën dhe me rrethprerjen je shkelës i ligjit? Sepse jude nuk është ai që duket i tillë nga jashtë, dhe rrethprerja nuk është ajo që duket në mish, por jude është ai që është për brenda dhe rrethprerja është ajo e zemrës, në frymë dhe jo në shkronjë. Lavdërimi i atij nuk është nga njerëzit, por nga Perëndia. Jeremia, kapitulli 40. Fjala që u drejtua nga Zoti Jeremias pasi Nebuzaradani, komandanti i rojeve, e kishte lënë të lirë nga Ramahu, duke e kapur ndërsa ishte i lidhur me zinxhir në mes të gjithë të internuarve të Jeruzalemit dhe të Judës që po i çonin në robëri në Babiloni. Komandanti i rojeve zuri Jeremian dhe i tha: Zoti Perëndia yt e ka shqiptuar këtë të keqe kundër këtij vendi. Tani Zoti e realizoi atë dhe bëri ashtu si kishte thënë, sepse ju keni mëkatuar kundër Zotit dhe nuk keni dëgjuar zërin e tij. Prandaj ju ndodhi një gjë e tillë.
Ja, sot po të zgjidh nga prangat që ke në duar. Në rast se të pëlqen të vish me mua në Babiloni, eja dhe unë do të kujdesem për ty, por në rast se nuk të pëlqen të vish me mua në Babiloni, qëndro. Ja tërvendi është para teje. Shko atje ku të pëlqen më tepër dhe ku ke më tepër rehati. Duke qenë se Jeremia nuk vendoste të kthehej Nebuzaradani tha: Ktheu te Gedaliahu, bir i Ahikamit, bir i Shafanit, që mbreti i Babilonisë ka vendosur mbi qytetet e Judës. Banon vetë në mes të popullit ose shko atje ku e ndjen veten më rehat. Pastaj komandanti i rojeve i dha ushqime si dhe një dhuratë dhe e la të ikte. Atëherë Jeremia shkoi te Gedaliahu, biri i Ahikamit në Micpa dhe banoi aty në mes të popullit që kishte mbetur në vend. Kur tërë krerët e forcave që ishin në krahinën mësuan nga njerëzit e tyre që i mbreti i Babilonisë e kishte vendosur Gedaliahun, birin e Ahikamit si qeveritar të vendit dhe i kishte besuar atij burrat, gratë, fëmijët dhe më të varfrit e vendit që nuk ishin çuar në robëri në Babiloni, shkuan te Gedaliahu në Micpa. Ishmaeli, biri i Nethanjahut, Johanani dhe Jonathani, bijt e Kareahut, Serajahu, biri i Tanhumethit, bijt e Efait nga Netofa dhe Jezanjahu, biri i Makathitit, së bashku me njerëzit e tyre. Gedaliahu, biri i Ahikamit, biri i Shafanit, ju betua atyre dhe njerëzit e tyre duke thënë: Mos kini frikë të shërbeni kaldeasve, qëndroni në vend dhe i shërbeni mbretit të Babilonisë dhe çdo gjë do t'ju shkojë mbar. Sa për mua, ja unë do të qëndroj në Micpa për të qenë në dispozicion të kaldeasve që do të vinte ne. Por ju grumbulloni verrat, frutat verore dhe vajin, vendosini në enët tuaja dhe qëndroni në qytetet tuaja që keni zënë. Edhe tërë judej që ishin në Moab, midis Amonitëve, në Edom dhe në të gjitha vendet, kur mësuan që mbreti i Babilonisë kishte lënë një pjesë të popullsisë në Judë dhe që kishte vendosur mbi ta Gedaliahun, birin e Ahikamit, birin e Shafanit, po tërë judejt u kthyen nga të gjitha vendet ku ishin shpërndar dhe erdhën në vendin e Judës te Gedaliahu në Micpa dhe mblodhen verë dhe fruta verore me bollëk të madh. Johanani, biri i Kareahut dhe tërë krerët e forcave që ishin në krahin erdhën te Gedaliahu në Micpa dhe i thanë: Ajdi ti që Balis, mbreti i Amonitëve, ka dërguar Ishmaelin, birin e Nethanjahut që do të vras, por Gedaliahu, biri i Ahikamit, nuk u besoi atyre. Atëherë Johanani, biri i Kareahut, i tha në mënyrë të fshehtë Gedaliahut në Micpa: O më lër të shkoj ta vras Ishmaelin, birin e Nethanjahut. Askush nuk do ta mësoj. Pse duhet të marr jetën dhe kështu tërë judej që janë mbledhur rreth teje të shpërndaheshin dhe pjesa që mbetet e Judës të vdes? Por Gedaliahu, biri i Ahikamit, i tha Johananit, birit e Kareahut: Mos bëj një gjë të tillë, sepse ajo që thua për Ishmaelin është e rreme. Psalmi 15. O Zot, kush do të banojë në çadrën tënde? Kush do të banojë në malin tënd të shenjtë? Ai që ecën me ndershmëri dhe bën atë që është e drejtë dhe thot të vërtetën që ka në zemër, që nuk shan me gjuhën e tij, nuk i bën asnjë të keqe shokut të tij dhe nuk shpif të afërmin e tij. Në sytë e tij përçmohet njeriu pa vlerë, por ai nderon ata që kanë frikë nga Zoti. Edhe sikur të jetë betuar në dëm të tij, ai nuk tërhiqet. Nuk i jep paratë e tij me kamat dhe nuk pranon dhurata kundër të pafajshmit. Ai që bën këto gjëra nuk do të hiqet kurrë. Psalmi 16. Më mbro, o Perëndi, sepse unë po kërkoj stret e ti. I thash Zotit: Ti je Zoti im, nuk kam asnjë të mirë veç teje. Gjithë dashuria ime është vendosur te njerëzit e shenjtë dhe të nderuar që janë mbi tokë. Dhëmbjet e atyre që turren pas perëndive të tjera do të shumëzohen. Unë nuk do t'i derdh libacionet e tyre të gjakut dhe nuk do të shqiptoj me buzët e mia emrat e tyre. Zoti është pjesa ime nga trashëgimia dhe kupa ime. Ti, o Zot, ruaje fort ata që më ka rënë në short. Mua fati më ka rënë në vendet e këndshme. Po, një trashëgimi e bukur më ka rënë. Unë do të bekoj Zotin që më këshillon, zemra ime më mëson edhe natën. Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve të mi, duke qenë se ai rrinë të djathtë time, unë nuk do të hiqem kurrë nga vendi. Prandaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im ngazëllon për lavdinë e trashëgimisë sime. Edhe mishi im do të qëndrojë tërë besim dhe në siguri, sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjti yt të shoh korruptimin. Ti do të më tregosh shtegun e jetës. Ka shumë gëzim në praninë tënde. Në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi.